I vlerësuar për veçantinë e arkitekturës osmane, në ecuri të kulturave mesjetare, qyteti 1/1 dritareve, Berati, më 8 korrik 2008, u bë pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Vendimi u mor nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore në konferencën e mbajtur në Kanada, që radhiti Beratin midis 600 vendeve të tjera të botës që janë përfshirë në UNESCO, në saj të trashëgimisë së tyre me vlera universale, përtej karakterit lokal identifikues. Duke nisur prej vitit 1958, kur Shqipëria aderoi në UNESCO, qyteti i Beratit do të promovonte vlera monumentale dhe do të përfaqësohej ndërkombëtarisht së bashku me Gjirokastrën, si një sit I vetëm falëngjashmërisë arkitektonike dhe historike. Për shkak të objekteve muzeale me vlera kombëtare madhore, Berati do të shpallej qytet muze në vitin 1961. Kështjella, ura me shtatharqe e Goricës, Katedralja Fjetja e Shënmërisë, Muzeu Onufri, Epitafi I Glavenicës, si dhe Kodiku I Purpurt I Beratit, përbëjnë pasurinë historike të qytetit 2400 vjeçar. Në arsyetimin e vendimit të marrë, UNESCO-ja I njeh Beratit edhe atributin e bashkëjetesës harmonike mes komuniteteve të ndryshme fetare dhe kulturore përgjatë shekujve.